Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, dy derse të kaluara folëm për vajzat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sot do të flasim për djemtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sipas historianëve, duke pas parasysh edhe Ibn Kathirin në veprën e tij El Bidaya wa Nihaya, fillimi dhe mbarimi, thot pejgamberi sa i ka pas 3 djem. Njëri është quajt El Qasim ibn Muhammad, djali Muhammedit, i dyti Abdullah ibn Muhammad, edhe i treti Ibrahim ibn Muhammad. Në drejtë vëllezër, mirë po të tre këta fëmijët e vegjël, shumë të vegjël, ashtu ka thënë Allah, kanë vdekë në fëmijëri. Më shumë se 2 vjet, askush nuk i ka kaluar. Mirë po kjo ka qenë rastësi historike apo urtësi. Kjo është një urtësi nga Allah subhanahu wa taala për Muhamedit e Islam e pastaj për të gjithë muslimanët dhe besimtarët. Do të fillojmë fillimisht te djali i parë, i cili është quajtur El Qasim. Këta të vegjël, mirë po, janë disa dobi dhe disa histori që është mirë të dim. Ibn Kathiri, rahimahullah, përmend se djali i parë i Muhamedit e Islam ka qenë Kasimi. Muhamedi sallam këtë djali ka pas me bashkëshorët e tij Hatixhen radhiyallahu anha. Edhe pejgamberi sallam ka pas një nofk, një kunja. Kunja në gjuhën arabe, nofk i thon ose lagap. Në gjuhën tonë i kanë thonë Ebul Qasim, baba i Kasimit. Kur e kanë thirrë kanë thonë Ebul Qasim. Muhamedi sallam është kthi, ka thonë urdhno. Ose o Ebul Qasim, o baba i Kasimit. Muhamedi sallam është kthi, ka thonë urdhno. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu, thot një ditë prej ditëve, një burr, një njeri, dikun atje në pazar, në treg, ka bërtit dhe ka thonë, o Ebul Qasim, e ka ngritë zërin. Pejgamberi sa mu ka kthije. Ai që ka ngritë zërin ka thonë, nuk e kam qëllimin, nuk e kam me ti, po e kam me filanin. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tasammu bi ismi wala takinnu bi kuniyati. Thot ju emrin se e kam unë fëndonja, ama nofkën dhe lagapin se e kam jo. Se tash o Ebul Qasim, unë e kokën urdhna, jo për jo se kam me ti, jave. Po me cëllën e paske? Për shembull, u ka ndodhur në pazar, filan, jave se kam me ti, filanin ta. Ai po vaki për një mesë. Por as çka tha, Muhamedi sallam, fëmijët i vendoni emrin sikur unë po me Muhammed. Ama jo me nofkën time. Se Ebul Qasim kur ti thush, dihet kush është Ebul Qasimi, apo. Ama Muhamedi mundet me pas ma shumë. Si do qoftë, kështu ka thonë sa, me mërtoni fëmijët e jo me emrin tim, por mos e përdorni kunjën tim ose nofkën time. Me siguri se një dobi shumë interesante, që ndoshta edhe unë e kam mësuar deri se kam përgatitur dersën, por edhe sot po jam se vetës. Të ndershëm vëllezër, Kasimi ka vdekur në moshë shumë të re ose të vogël në Mekë. Ibn Kathiri thekson dhe thot se sprova pejgamberi ka pas të shumta, mirë po kanë qenë do personale, edhe do sprova kanë qenë publike. Mirë po kjo quhet sprovë personale. A më këtall, kur i ka vdekur djali Muslim, është sprovu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo kret Mekja. Mirë po, Allah subhanahu wa taala njerëzit nuk e kanë ditë. Allah e ka përgatit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një mision të madh.
e pas sprovu, nuk të ep misionin e madh. Ki po, se cilën lëmi, njerë dushmi ka te kalu disa sprova, për me ta thonë dëni mision me krija tje. Normale. Para me ndoje, pejgamberi islam, si pejgamber, çfarë misioni? Para pas 1400 vetëve, deri në ditën e gjykimit, ne varemi nga mësimi i Muhamedit islam. Edhe në jetën tonë të përditshme dhe në gjithçka. Djali i tij të ndërshëm vëllezër është quajt Abdullah ibn Muhammed. Abdullah djali i Muhammedit. Kje ka pasur një emër i tij kanë thonë at-Tahir, i pastërti, at-Tayyib, i miri i vjen. At-Tahir i pastërti, ndërsa at-Tayyib i vjen i miri. Ki ka lind me normale, me bashortën që është quajtur Hatixhe. Ibn Kathiri thot, pasi që ka zbrit shpallë e Kuranit, më njerë ka lind Abdullahi, edhe ki ka vdek shumë i vogël. Mirë po, kur ka vdek Abdullahi, djali i tij Muhamedit islam, një njeri prej kurishitëve në Mekke, Al-As ibn Wa'il, kështu e ka pas emrin, Al-As ibn Wa'il, ka nis me lujt me Muhamedit islam dhe ka thonë, Muhamedi është ebter. Muhamedi është ebter. Muhamedi nuk mundet me pas pasardhës. Muhamedi është i prerë. Edhe Allah subhanahu wa taala e keni dëgjuar suratul Kauthar. Një sure shumë e shkullë në Kur'an, më mërmeja që këtë e dini. Allah e zbrit këtë sure. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kauthar. Për shembull, në këtë kena ditë këtë sure, e dina. Ama psi ka zbrit? Këtë sure, çet tash po va shpjegoj psi ka zbrit. Si ka vdek një djalë, i ka vdek i ditë që ka nis me lujtë. Ti nuk mundesh me as fëmijë me pas ma han, Zoti po t'i merre. E di. Thot ne vërtet të dham ti shumë të mira. Kështu Allahu xhaleshani ka thonë Muhamedit islam. Fasalli li rabbika wanhar. Edhe ti lutu edhe falu për Allah subhanahu wa taala, edhe prej kurban për Zotin tënd. Wanhar. Që në gjuhën arabe nahar i thonë vetëm kur e ban kurban devën. Wanhar, kur ti thuj arabit wanhar, nuk kuptohet devja. Por ndryshe, sa i përket delës dhe lopëve, ka fjalë tjerë. Thot për në fund, inna shanike huwa al-abtar. E këtë fjallën abtar që i thaj, abtar, Allah e përmend Kur'an thot, inna shanike huwa al-abtar, e s'ka dyshim se ai që të urejtësi, ai do t'jetë farë sosur, jo ti e Muhammed. E jam i qartësh. Ai ka nejmë, Muhammed islam, mirë pa Allah subhanahu wa taala e kthen këtë, edhe i thot, rira ati, se ai që t'ka thonë ti, ai ka me qenë ashtu. Të ndeshëm vëllezër, sa i përket këtij muhabetit tash, ai ka thonë kështu, ti ma s'ke pasardhës, emni jotë ka më humpe, apo, në histori, që këtë djali, që i ka thonë, Al-As ibn Wa'il, as një njeri si ka mbet në histori, si përmendet emni ati. Ndërsa, Muhamedi islam, ajde të bëjna matematikë se herë përmendet në ditë. Vetë gjamin tonë, s'po thamë botë. Vetë gjamin tonë. Si zdo dhe herë që e thiri me zanin, diherë eshhadu enne Muhammeden Rasulullah. 5 herë, ka 2 herë, 10 herë. Po. I ka metin kërë e bëjmë? A e përmendim o islam? Eshhadu enne Muhammeden Rasulullah, po. 20 herë. Po se herë falmin namazne. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, apo?
E sa herë kështu për qef e përmendim. E sa muslimani këtu në Dijon s'ke përmend, i qënë salavatë. Veç këtu, vetë të ne, në ditë, para me dhe në botë. Nëse janë, ku e di unë, 1 milion, 2 milion, 5 milion, 10 milion xhamia, nëse 100 milion xhamia në botë, ka 2 herë me e përmend 200 milion herë. O vëzër, që kjo, ajo që Allah subhanahu wa ta'ala thot, inne shaneke hua l'abtar, e s'ka dyshim se urejt që i të kome qenë aji, që kome qenë farë sosur, që s'ka mu përmend ma. Dërsa ti, jo, ki mu përmend. Të ndërë se vëzër, e djali tretë, po këtu është një dallim tash, Ibrahimi, se Ibrahimi nuk është me Hatijën, po Ibrahimi është me një grua tjetër me emrin Marja el-Kaptije. Ajo ka qenë nga Kaptët e Egjiptit. Sipas Ibn Kethirit, Ibrahimi, djali i fundit të Muhamedit, ka lindur në vitin e 8 Hijri, në Medinë ka lindur, 2 vjet para se të vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në vitin e 8 Hijri. Pejgamberi islam normale, s'ket fëmijë njerëzit e duan, po islam i ka dorë shtjertë, ka dorë këtë mirë, po para se me vdek pak, edhe kia as 2 vjet s'ka jetu, para se me vdek pak, Muhamedi islam e ka marrë edhe kështu ka thënë. Innal ayn tadma, me të vërtetë siri loton. Wal qalbu yahzanu, edhe zemra mërzitet, është e demoralizuar. Wala naqulu illa ma yarda rabbana, edhe nuk themi asgjë përpos atë që Allahun e kënaq. Wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim, edhe ne me humbjen tënde ose edhe me vdekjen tënde jemi mërzitur o Ibrahim. Që ka thonë pejgamberi, këtë hadith e transmeton Enes ibn Malik, dërsa thot Imam Bukhari dhe Muslimi që hadithi është sahih. Mirë po të ndesë vëzër, në momentin që ka vdek Ibrahimi, ditën e vdekjes Ibrahimit, ka ndodhur eklipsi diellor. Eklipsi diellor, është zanë dielli. Edhe njerëzit kanë thonë, dielli u ersua, dielli u zo, sepse ka vdek Ibrahimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë intervenoi dhe reagoi dhe tha: Inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah. Dielli dhe hana janë 2 krijesa ose 2 argumente të forta nga argumentet e Allahut subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Këta dijat nuk zihen, nuk erësohen me vdekjen e dikujt apo me lindjen e dikujt. A mi qartë. Në kena qef pak njerëzit mi lidh punë. E di tash, pse ka qenë djali Ibrahimit, 18 muaj, 15 muaj fëmija, s'ka him bilik, s'ka ka lidhe dielli matë. Ama njerëzit, për shemë se djali pejgamberit, hajde pak tash ta rritmi. O, Allahu subhanahu wa taala, nëse do në rrit, nëse do nuk e rrit. Ama nuk është punë për njerëzit. Të dhe shë vëzër, urtësit si pas djetarëve, pse, për shembull, a mund me edhe nebe si njerëz kena drejt me thonë o Zot. Po pse për shembull, Ademit e Islam 70.000, kanë janë rrite, nipa e mbeza sa dush. Po filan pejgamberi, pse Muhamedi e Islam mos më jalon djem tjetrin? Këtu ka mesele. E para, pejgamberi alayhi salam nuk trashëgon biologjikisht. Po, para mendoj. Pejgamberi Islam të kishte lënë 100 miliard euro. Edhe të fëmijët e vet të kishin qenë gjallë, djem me vajza, asnjë euro s'e mish. Nuk trashëgon. A më qartë. Veç fejen ta trashëgon.
fejen të ale, ama pare, pasuri, jo. Qka thot Allah në Kur'an? Thot, ma kane Muhammedun eba ahadim min rijalikum. Thot, s'ka qenë Muhammed Islam babi askujt prej jush. E dyta, me qka lidhimi ne me Muhammed Islam? Në përmet gjakut, a në përmet besimit? Para mendoj në lidhje me Muhammedin a.s. në përmet besimit. Jo përmes gjakut. E treta, Muhammedi a.s. është ngrit të Allah subhanahu wa taala. Dhe është ngrit nami dhe emri me sabër, jo me djem. Unë i kam të djem, unë i kam 15 djem, unë i kam zaptu ma hadën, unë i kam 20 djem, i kam 500 shtepera, i kam 200 ndërtesa, që Muhammedi, si normal, si i ba njerëzit. Jo, Muhammed Islam është ngrit me sabrin kër e ka sprovu Zoti, e jo me emra dhe mbi emra dhe me sa kush sa ka. Të ndërsa vëzër, pse është ngrit sepse ka nuk u dorëzu Muhammed Islam, ka qenë i but, ka qenë i qetë dhe ka pas besim në Allah subhanahu wa taala të pastër. Mirë, po janë disa mësime që janë praktike për umetin tonë përmet kësaj historie e para. A është qajtja me qajtë, kur vdeset dikush e lejuar apo e ndaluar. Muhammed Islam kur i kanë vdes fëmijët ka qajtë, edhe vajzat dhe djemtë. Dhe dietarët kanë thonë me qajtë është e lejuar, ndërsa me vajtu është ndaluar. Vajtimi si bëhet, janë nisë me rend. Ti kush ke qene, si ke linte, si ja kënis me hongë supën e, parë dhami kur ka dalë, parë në dite, hajde, e vajto. Kur keni shkollë me shkue, kur e ke kri shkollën, në fund si ke vdek. Qëtu e vajtojnë për para, të ne, nuk e di këtu në Maqedoni, s'ma më rëmenja, për në Kosovë, ka pas grupet të vajtimit. Në më thonë ato, i kanë marrë njerëzit si ku ndarësëm. Sa pale për vinë me kënu, talava, për shemë 2.000 euro, 3.000, që pale, ta për në vinë, hajde. Ato e shtej, sa pale vinë me kajt, me qajt, me vajtutene, kanë ardhët e gratë kanë gjenë. Nuk e di ta ma, mëse ka bëj, thuhet që ma shumë ata gratë kanë gjenë katolike, s'kanë bajnë me musliman, po mund edhe me pas gabim. Kërkoj falje në qëfëse e kam gabim. Edhe ato janë të bu, për shembull, ose njeriu ku ai që ka vdek, po e kanë bon xhenazat, e kanë përgatitur dhe ja kanë nisë janë rrethuat dhe hajde, kaje vajto. Kjo është haram, e ndaluar. A kuptu? Me qajt është normale. Buri qanë, njeriu qanë, se me qajt njeriu e hekat keq, e hek mërzin, shumë normale. Ama me vajtu është shumë keq. Si të sëllën herë që kush do që vajton, ai që ka vdek dënohet. Të dashur vëllezër, me qenë se dikush prej nesh i ka vdek një fëmijë apo 2 apo 3, se cili këtu i ka sprovat e veta, po s'keni gajli se Allah subhanahu wa taala nëse në këtë botë ju ka sprovu, botën ardhshme ju nagradon. Edhe treta, ato fëmijët që në kanë vdek, kujt i kanë vdek, çka kanë me bëu ato në ditën e gjykimit, kanë me ndërmjetësu ndërmjet prindërve dhe Allah subhanahu wa taala. E tash ata që janë ndjek në këtë aspekt, e kanë bërë sabër, me siguri që kanë me pas një gratë më lartë Allah subhanahu wa taala. Ata që janë ndjek në këtë aspekt, s'kanë pas nevojë me mos sabër, apo? Do të thonë Zoti ta secilit në bazë të durimit dhe sabrit jep edhe gradë. Pejgamberi transmeton Imam Muslimi ka thonë për ata prindër ose ata fëmijë që do të vdesin të vegjël, ata do t'i presin prindërit e tyre në xhenet. Shembull babën dhe nana
ka dal, të mundu, edhe, po sa, si janë plesë atje, se ne, tu hinë të dera, më me zësi, ja. Ku të hinë gjennet, fëmijët, përdore, njoni, përdore tjetëri, sa kanë qenë. A u kuptu? E vallajve kjo mundët mu dukë si në një film, i vizatuar dhe njerë, edhe si cërta një film, ama mos me qenë këto vërteta, pse me më duhet me jetu në këtë botë, vëzër? Po shembo, pse me jetu, pse me unë mu sprovu ose ti, pse? Pse me të vdek një fëmije, dyjet, mu s'moa, gajle, probleme, pse? Pse me jetu? Bile, do t'jem jakshënis, tash me kërku në gjikat dënim për babën dhe nanën, pse pa më vetë mua më kilnind? Ku ka shku njeri? Shemë dhe unë tash, pijamije ku dalë, me sunën, me kamerë suna të gjikat atje, o të ardhë hoxha me akuzu babën dhe nanën, pse se më kine vetë, mua më kine lindë. Por me dhe njerit ku i ka shku mendje. Sa i ketë sa. Du më thonë, une, ose baba em dhe nëna em, o të është me më vetë, ku më gjetë me më vetë? Shive njeri sa dhe njëherë, shejtani kërë njeri, sa ketë që me ndonë. Po si do qoftë, ata që janë sprovuar në këtë aspekt, Allahu jo mësot bashkimin në xhennet. Se për këtë fëmijëve të ndërshëm vëzër, nëse kanë vdekë të vegjël, ata do të ringjallën 33 vjetë në kohën e Isaut a.s. sipas historisë islame, edhe ata që kanë vdekë 70 vjetë, 80 vjetë, 100 vjetë, do të ringjallën 33 vjetë në kohën e Isës a.s. Nuk ka në xhennet pleqë dhe 3. Ka 33 vjetë qarë këtë. Nuk ka të jem dhem, kjo më dhem, atje nuk she, nuk dhe jo. Kime pa, kime ndëgju, kime frapu, kime salta kime bon, kime ushtru, krejt. Rri rahat. Në më thonë, mundi me paravëndu, me hinë gjeneti se murë, së në hejtë ati. Të dera, mes me qësin, diku së në hinë gjenet. Qka për duhet gjeneti së murë? A ose shto? Vallajq, qka duhet, nuk ka në gjeneti së murë. Nuk ka në gjenet gjelozi, nuk ka në gjenet siklet, gajde probleme. Ato janë për këtë dënja. Në gjenet, vetëm se knatësi. Në dhe shë vlezër, o prinder që jeni sprovu, mësoni nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai fëmijët e vet i ka varros me duart e veta, por Muhamedi islam e tha vetëm atë që e kënaqë Allahu subhanahu wa taala, asgjë më shumë se më pak. E lutim Allahu subhanahu wa taala të na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet nacional. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesër kemi mysafir hoxhën e nderuar Bexhet Dernjani. Nëse keni kohë, hajde në xhami inshallah. Selam alaikum.